Sipas informacionit të marrë nga policia kufitare greke përmes qendrës përbashkët të shkëmbimit të informacionit, policia kufitare Kakaviës njofton se ditën e sotme nga ora 19:00 deri në orën 22:00 me orën greke do të bllokohet aksi rrugor Kakavi-Janin në kryqëzimin e fshatit Kallpaq për shkak të një proteste të fermerëve. Gjatë kësaj periudhe do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet me emergjenca shëndetësore. Autoritetet kufitare u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë mirëkuptim dhe të planifikojnë udhëtimet e tyre në orare të tjera. Ndërkohë, në pikën e kalimit kufitar të Kakaviës, gjatë 24 orëve të fundit, janë përpunuar 10.087 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 8.537 në hyrje dhe 1.550 në dalje, si dhe 2.902 mjete, përkatësisht 2.413 në hyrje dhe 489 në dalje. Pala shqiptare po punon me 6 sportele, 3 në hyrje dhe 3 në dalje, ndërsa pala greke me 4 sportele, 2 në hyrje dhe 2 në dalje. Edhe në pikën e kalimit kufitar 3 urat është regjistruar qarkullim ku gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 458 shtetas në hyrje dalje, 401 në hyrje dhe 57 në dalje, si dhe 212 mjete, 183 në hyrje dhe 29 në dalje. Policia kufitare vijon monitorimin e situatës dhe apelon për informim të vazhdueshëm të udhëtarëve para nisjes së drejt kufirit.